Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Paraliza dhe gjumi mund t'jenë në shenjë këtyre sëmundjeve, si ta trajtoni. Zgjohesh papritur dhe je plotësisht i ndërgjegjshëm dhe i zgjuar, por nuk lëvizni dot. Atëherë, sapo keni përjetuar të ashtu quajturën paralizë e gjumit. Ky problem është shumë i njohur, por as pak i studiuar nga ekspertët. Megjithatë, prej shekujsh, njerëzit duke kërkuar shpjegim kanë fajsuar për këtë problem praninë e demonëve ose alienëve. Paraliza e gjumit ka të bëjë me bllokimin fizik, ndërkohë që njeriu është plotësisht i ndërgjegjshëm. Ajo ndodh kur njeriu endet mes fazës së gjumit dhe zgjimit. Gjatë këtij tranzicioni njeriu nuk lëviz dot dhe nuk flet dot, në disa sekonda deri në disa minuta. Disa njerëz thonë se, gjatë kësaj faze ata ndjehen sikur po mbyten. Paraliza e gjumit zakonisht shoqërohet me çrregullime të tjera të gjumit ose si një ndryshe narkolepsia. Paraliza e gjumit ndodh në dy raste, kur njeriu është gati të flejë ose kur është gati në të zgjuar. Në rastin e parë njeriu ndjen nevojën e thellë për të fjetur gjumë dhe ka të vështirë të flejë. Paraliza në këtë rast pengon njeriu të lëvizë ose të flasë. Ka raste kur njeriu zgjohet pak përpara mbarimit të fazës REM të gjumit, ose atë që njihen ndryshe gjumi i thellë. Kur njeriu është në fazën REM, trupi është në gjendje të palëvizshme për më tepër të qetë, ndaj zgjimi i papritur mund të ngjallë edhe paralizën. Ky problem zakonisht shfaqet në adoleshencë. Megjithatë, ka raste kur burrat dhe gratë e moshave të ndryshme përjetojnë paralizën e gjumit një herë ose dy herë gjatë natës. Faktorët që nxisin paralizën e gjumit janë: mungesa e gjumit, ndryshime në rutinën e gjumit, çrregullime të shëndetit mendor, e fjetura në pozicionin shtrirë në kurriz, ngërçet në këmbë, përdorimi i medikamenteve të caktuara për shëndetin mendor dhe përdorimi i substancave të forta të cilat merren zakonisht. Por kur duhet të konsultoheni me mjekun? Ekspertët thonë se, nëse përjetoni paraliza të gjumit, duhet të shkoni për një konsult tek mjeku. Në rastet kur keni edhe shqetësime të mëposhtme si ankthi, plagështi gjatë ditës, vështirësi për të fjetur, mjekësia moderne nuk ofron kura për trajtimin e paralizës së gjumit. Ekspertët thonë se nuk ka nevojë që njeriu të mendojë se është të pushtuar nga ndonjë alien ose demon. Nëse flini shtrirë në kurriz, përpiquni të ndryshoni pozicionin dhe përpiquni të rregulloni ciklin e gjumit, ose edhe të zgjidhni problemin tuaj, i cili është duke ju lënë pa gjumë. Nëse keni përjetuar paraliza të tilla në situata të cilat ju kanë lënë pa fuqi gjatë natës, duhet të dëgjoni këtë video. Paraliza e gjumit është një gjendje në të cilën personi është i vetëdijshëm, por nuk është në gjendje të lëvizë ose të flasë. Zakonisht ndodh gjatë një ose dy tranzicioneve, kur jeni duke fjetur ose kur zgjoheni. Një person përjeton ndjesi të paralizës edhe një ndjenjë të rëndë sikur dikush ose diçka është shumë e rëndë dhe është ulur mbi ta. Zakonisht shoqërohet me halucinacione, gjë që e bën situatën vërtet të tmerrshme. Pavarësisht se sa shumë më përpiqeni, nëse përjetoni paralizë të gjumit, nuk mund të bëni asgjë për të zgjuar trupin tuaj. Disa njerëz janë në gjendje të lëvizin gishtat ose këmbët, por disa të tjerë nuk lëvizin asgjë. Njerëzit shpesh e përshkruajnë si një përvojë jashtë trupit. Paraliza e gjumit mund të zgjasë për disa sekonda deri në disa minuta. Ndërsa jeni të paralizuar, njerëzit priren të shohin figura dhe hije dhe të dëgjojnë zhurma drithëruese. Ndonjëherë përputhet me ndjenja të tërheqjes nga shtrati, fluturimet ose dridhjet që kalojnë nëpër trup. Dëshpërimi gjithashtu hyn në lojë dhe në fillim të humbasni kontrollin dhe panikun. Nuk është të çudi që ne mund të vuajmë nga ndonjë shtesë ankthi kur ato nuk janë në gjendje të bërtasin ose të lëvizin. Njerëzit duhet të kenë vërejtur paraliza të gjumit që në kohët antike. Ka shumë histori dhe legjenda nga e gjithë bota që përshkruajnë diçka shumë të ngjashme me këtë gjendje. Njerëzit kryesisht e shihnin si një lloj posedimi demoniak ose edhe të rrëmbimit të huaj. Një shembull i rëndësishëm në lidhje me paralizën e gjumit është pikturuar në kohën e rilindjes nga artisti zviceran Henry Fuseli. Në të njëjtën, demonët tregonin të ulur në gjoksin e një gruaje të prekur nga paraliza e gjumit, duke simbolizuar presionin e fortë. Kur flem, trupi hyn dhe del nga gjumi në fazën REM, faza e gjumit me lëvizje të shpejta të syve.
Truri ynë dërgon një komandë muskujve tanë për të relaksuar. Kjo gjendje është e nevojshme për të kufizuar lëvizjet tona fizike, kështu që nuk do të veprojmë në ëndrat tona. Paraliza e gjumit ndodh kur trupi ynë ka një problem për ta bërë atë tranzicionin. Ne jemi zgjuar, por muskujt tanë nuk arrin të dalin edhe nga gjumi. Por çfarë shkakton paralizën e gjumit? Paraliza e gjumit është një dukuri e natyrshme në tërësinë e saj. Mund t'i ndodhë çdo kujt, pavarësisht nga mosha, gjinia ose gjendja shëndetësore. Por shkencëtarët identifikojnë disa rrethana që shoqërohen me një rrezik në rritje të paralizës së gjumit, midis tyre janë: gjumi i dobët. Kjo përfshin gjithashtu çrregullimet e gjumit si pagjumësia, narkolepsia dhe privimi i gjumit. Gjumi në një pozicion të shtrirë. Çuditërisht, gjumi në shpinë është gjetur të jetë një faktor jashtë quajtur paraliza e gjumit. Kjo bën gjumin më të prekshëm për shkak të presionit të shtuar në mushkëri dhe në rrugët e frymëmarrjes. Gjenetika. Po, paraliza e gjumit mund të jetë trashëgueshme. Problemet mendore. Lidhja midis paralizës së gjumit dhe shëndetit mendor është ende për të ulëntuar, por statistikat tregojnë se njerëzit me trauma dhe ankth kanë tendencën të kenë paraliza të gjumit. Por çfarë mund të bëjmë në këto raste? Nuk mund të mohohet që paraliza e gjumit është një përvojë e pakëndshme dhe shqetësuese, por nuk mbart ndonjë rrezik real pasi nuk i shkakton asnjë dëm fizik trupit, dhe sado e pakëndshme të duket, nuk ka trajtime për momentin. Në përgjithësi, mjekët rekomandojnë adoptimin e zakoneve të shëndetshme të gjumit, për shembull: shkoni për të fjetur dhe zgjuar në të njëjtën kohë çdo ditë. Asnjë kafeinë ose substancë mos e konsumoni para gjumit. Shmangni gjumin në shtëpinë ose në bark. Mbani pajisje elektronike jashtë nga dhoma juaj e gjumit. Por gjëja më e rëndësishme është të qëndroni gjithmonë të qetë dhe të mos shkoni për të fjetur në një rast kur jeni të shqetësuar. Imagjinoni të zgjoheni nga gjumi, të hapni sytë dhe kuptoni se nuk bëni dot lëvizje ose të flisni. Ju jeni të mbingarkuar me ndjesi të tmerrshme të paralizimit. Disa prej jush nuk e imagjinojnë, por gjithçka është shumë e vërtetë dhe rreth 8% e popullatës së përgjithshme vuan nga kjo gjendje e quajtur paraliza e gjumit. Paraliza e gjumit bie në një grup çrregullimesh shqetësuese lidhura me gjumin e quajtur parasomnias. Ato ngjarje alarmante mund të ndodhin ose kur jeni duke fjetur ose kur zgjoheni, duke i bërë njerëzit zakonisht të paaftë për të lëvizur ose për të folur. Episodet mund të zgjasin deri në disa minuta. Një pjesë e saj që ka edhe paralizën e gjumit ka frikë dhe është i njerëzit që janë plotësisht të vetëdijshëm për atë që ndodh me ta, dhe paaftësia e tyre për të bërë asgjë në lidhje me të. Të dhënat e këtij fenomeni datojnë qindra vite më parë, por paraliza e gjumit ende mbetet diçka misterioze. Kultura të ndryshme besojnë se gjendja është shkaktuar nga magjia e zezë, forcat paranormale dhe përbindshat mitik. Gjithashtu, shkenca siguron edhe një thirrje të zgjimit. Edhe pse mbetet shumë e panjohur për paralizën e gjumit, ekziston një kuptim themelor shkencor. Paraliza e gjumit ndodh gjatë REM, lëvizjes së shpejtë të syve, faza më e thellë e gjumit. Kur jemi në REM, neuronet tona motorike frekuentohen duke paralizuar trupin. Kjo bën që një masë mbrojtëse për të mbrojtur trurin nga veprimi i ëndrave intensive që ndodh gjatë kësaj faze të gjumit mund ta ndërpresë atë dhe të shkaktojë paralizën e gjumit. Meqenëse shumica prej nesh zgjohen plotësisht gjatë kësaj kohe, ne nuk mund të veprojmë duke u mbështetur vetëm te paraliza. Por me paralizën e gjumit një person nuk është plotësisht në gjumë dhe është gjithashtu i tmerruar për faktin se nuk mund të lëvizë dot. Kjo çon në panik ose përpjekje të mëtejshme për të lëvizur që nuk funksionojnë. Frymëmarrja e shpejtë dhe e parregullt mund të ndodhë pa problem gjatë REM-it, por me paralizën e gjumit të sëmurët mund të ndjehen sikur po luftojnë dhe nuk po marrin frymë, dhe kjo gjë mund të shkaktojë ndjesinë më të madhe të ankthit dhe të krijojë halucinacione. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.